Ministri i Jashtëm bullgar Gjorg Georgievic ka mohuar se Bullgaria ka shprehur interes jo zyrtar për të bashkuar deklaratës mbi forcimin e bashkëpunimit të mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, e cila u nënshkrua më 18 mars në Tiranë. Përgjigjja e tij erdhi pasi që ministri i dorëhequr i mbrojtjes Eyüp Maqedonci deklaroi nga Kosova se Bullgaria është gati që t'i bashkangjitet marrëveshjes ushtarake të firmosur mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ministria e Jashtme bullgare ka marrë një kopje zyrtare të deklaratës përmes një note verbale nga ambasada e Shqipërisë më 25 mars, por nuk është ftuar zyrtarisht për antarësim dhe as nuk është konsultuar në asnjë fazë të nismës, deklaroi Georgiev. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë formalizuar bashkëpunimin strategjik përmes nënshkrimit të një deklarate trilaterale që synon forcimin e partneritetit ushtarak dhe industrial të mbrojtjes duke krijuar një aleancë të re. Bashkëpunimi synon forcimin e aftësive mbrojtëse të tri vendeve, zhvillimin e industrisë dhe teknologjisë mbrojtjes, si dhe përmirësimin e ndërveprimit ushtarak në rajon. Ky zhvillim strategjik pasqyron aleancën e ngushtë mes tri shteteve, të lidhura nga historia, sakrificat për liri dhe një vizion i përbashkët për një të ardhme të sigurt, vëren deklarata zyrtare e Ministrisë së Mbrojtjes. Gjithashtu, Shqipëria dhe Kroacia do të punojnë ngushtësisht për unifikimin e qëndrimeve politike në mbështetjet aspiratave të qytetarëve të Kosovës për integrime të plot në struktura rajonale dhe euroatlantike. Ne me kaq shpërmbyllim të nderuar teleshikues, bashkëmi sërish nesër me tjera zhvillime.